Mbi ngjarjet me eksploziv të datës 10/2/2015 në qytetin e Tiranës. Gjatë natës dhe në të gdhirë të datës 10/2/2013 në qytetin e Tiranës janë evidentuar 2 ngjarje me shpërthim eksplozivi dhe 1 e mbetur në tentativë. Dhe konkretisht, rreth orës 2:50 të kësaj date është marrë njoftim se në vendin e quajtur Rruga Kongresi Manastirit dhe pikërisht në farmacinë e shtetasit Bashkim Tahiri ka patur një shpërthim në njësinë e jashtme të kondicionerit të dyqanit, duke dëmtuar atë dhe pjesën anësore të murit të jashtëm të farmacisë. Me të marrë njoftimin, shërbimet e policisë kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe menjëherë është formuar grupi hetimor, i cili filloi me veprimet procedurale për zbulimin e mekanizmit të kryerjes së saj vepre kriminale dhe zbulimin e autorëve dhe të motiveve të saj. Gjatë qyrjes së vendit ngjarjes ka rezultuar se në faqen e jashtme të murit anësor të pjesës perëndimore të godinës dhe pikërisht në vendin ku është montuar njësia e jashtme e kondicionerit të farmacisë ka qenë vendosur një sasi lëndë eksplozive, nga shpërthimi i cilës është dëmtuar plotësisht njësia e jashtme e kondicionerit, një pjesë e murit të jashtëm të farmacisë, si dhe janë thyer xhamat e vetratave të lokaleve dhe farmacive përreth. Nga mostrat e marra, nga bloza në faqet e murit, në afërsi të vatrës, si dhe prova me kajt, rezulton se lënda plase është tritol, e përllogaritur në një sasi rreth 400 gram. Mekanizmi i shpërthimit ka qenë ai me komandim distancë nëpërmjet celularit. Disa minuta më vonë, rreth orës 03:56 minuta, është marrë njoftimi nga salla operative e Drejtorisë Policisë Qarku Tiranë se në rrugën Arben Minga dhe konkretisht në pallatin numër 47 fraksion 7 kishte ndodhur një shpërthim. Shërbimet policore kanë shkuar në vend ngjarje menjëherë pas marrjes njoftimit dhe gjithashtu është ngritur grupi hetimor, në përbërje të cilit ka pasur specialistë të hetimit për krimet, ekspert kriminalist, ekspert gjenjer e tjerë. Në vendin e ngjarjes është konstatuar se në pallatin e sipërpërmendur dhe pikërisht në katin e 5 kishte ndodhur një shpërthim. Nga verifikimet e bëra në vendin e ngjarjes, rezultoi se banesat në katin e 5 i përkasin shtetasve Alfred Hasan Nomani, i datëlindjes 1968 me detyrë oficer policie, dhe shtetasit Enver Isa Frengjaj, i datëlindjes 1950. Nga verifikimet rezultoi se në banesën e shtetasit Alfred Nomani në momentin e shpërthimit nuk ka patur njerëz, ndërsa në banesën e shtetasit Enver Frengjaj ishin familjarët të cilët nuk kanë mësuar dëmtime nga shpërthimi. Nga qyrja e vendit ngjarjes, provave materiale të gjetura dhe të sekuestruara dhe analiza e bërë nga ana e ekspertit gjenjer dhe kriminalist u konstatua se ngarkesa ka qenë e vendosur në parapetin e shkallëve në faqen e murit të apartamentit të shtetasit Alfred Nomani, në anën e majtë të derës kryesore, në lartësi 1 metër nga sipërfaqja dyshemes. Gjithashtu është konstatuar dëmtimi i 2 dyerve i mureve rrethues të shesh pushimit. Shenja bloze u konstatua në sipërfaqen e tavanit, rënje suvas mureve të tavanit si dhe rrëzimi pjesëshëm i murit mbrojtës të parmakut të shesh pushimit që lidh katin e 4 me katin e 5. Në vend ngjarje u gjetën 2 copra mbetje në duke si fitil zjarrpërcjellës në ngjyrë të verdhë, me gjatësi 35 cm dhe 90 cm, të djegura dhe me erë karakteristike të barutit djegur. Nisur nga provat e gjetura në vend ngjarje, u arrit në konkluzionin se lënda plase ishte e llojit tritol, e përllogaritur në një sasi rreth 400 gram. Mekanizmi i shpërthimit të lëndës plase në këtë ngjarje është ai i shpërthimit me zjarr nëpërmjet fitilit zjarrpërcjellës. Në lidhje po në datën 10/2/2015, punojësit e policisë Agron Musta dhe Kastriot Cenko, të cilët kanë qenë me shërbim pikë kontrolli te ura Vasil Shanto, rreth orës 06:10 minuta, janë njoftuar nga një qytetar se tek stacioni i autobusit të Unazës kishte një pako të dyshimt. 2 punojës të policisë kanë shkuar në vend dhe kanë parë se pako ishte ambalazhuar dhe mbështjellë me një plasmas të zi. Në krye të pakos dalloi një fund kapsole me një tel të vogël. Kanë njoftuar menjëherë sallën operative me telefon dhe përgjigjesin, pasi kjo pako ndodhej pranë stacionit të autobusit.
Pasi ka mbritur përgjegjësi dhe shërbimet shtesë kanë filluar të largojnë qytetarët nga zona e rrezikut. Kanë ruajtur vendin ku ishte vendosur pakua deri në mbritjen e ekspertëve dhe shefave përgjegjës. Në lidhje me këtë fakt, është bërë kthyrja e vendit ngjarjes dhe më pas është proceduar me metodën e shpërthimit kontrolluar, e cila u krye nga ana e specialistë dhe inxhinierë të repartit Renea. Pas këtij veprimi, ka vazhduar kthyrja e vendit ngjarjes, ku në bazë të kthyrjes janë fiksuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një pako e mbështjellë me natriban me ngjyrë të zezë, brenda të cilës është gjetur një lëndë me ngjyrë bezh e ngurtë e ngjashme si ajo e llojit tritol, e cila rezultoi të jetë nëpër masat e 2 kallëpëve me rreth 400 gram, një kapsol elektrodetonatore, një copë lëndë e ngurtë e njëjtë me ngjyrë bezh, si dhe prova të tjera materiale me interes për hetimin. Mekanizmi i shpërthimit ka qenë me komandim distancë nëpërmjet celularit. Në lidhje me ngjarjet e mësipërme, kanë filluar hetimet intensive nga Policia e Shtetit në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Krimeve të Rënda, duke kryer një numër të madh veprimesh procedurale, ndër të tjera si shoqërim dhe pyetje të dëshmitarëve dhe personave që kanë dijeni për rrethanat e ngjarjes, persona të dyshuar, kthyrje dhe marrje e pamjeve të kamerave filmike, ekzaminime të provave materiale të grumbulluar në vend ngjarje dhe veprimeve të tjera me interes në hetim. Ngjarje të tilla kriminale, të cilat synojnë të krijojnë klimën e pasigurisë dhe të mungesës së autoritetit të shtetit të kualifikuara si akte të pastra terroriste, tregojnë rritjen e agresivitetit të grupeve të krimit organizuar, të strukturave mafioze kriminale, fiet e të cilave kanë deportuar në strukturat e ndryshme të organizimit të shoqërisë shqiptare. Për shkak se fusha e lojës tyre po ngushtohet vazhdimisht. Ata janë të interesuar të krijojnë situata destabiliteti sa herë që organet e zbatimit të ligjit apo strukturat e shtetit nuk janë pjesë e lojës tyre. Kujtoni Falconen dhe Borsalinon. Por tashmë kjo nuk është më punë personash dhe mund zgjidhet duke hequr persona. Kjo është një frym ndërgjegjësimi për zbatimin e ligjit që po futet në polici dhe në të gjithë strukturat ligjzbatuese, pasi janë vetë njerëzit që e kërkojnë. Vitet e kaosit për shqiptarët kanë marrë fund. Hetimet tona janë orientuar jo vetëm drejt autorëve të mundshëm të këtyre akteve, por edhe për të zbuluar kush armatos dorën kriminale që ngrihet kundër njerëzve apo familjarëve të atyre që luftojnë krimin. Kush e ushqen urrëtitjen ndaj ligjit dhe institucioneve që përfaqësojnë atë. Policia e shtetit edhe një herë thekson se është e vendosur në luftën e saj kundër krimit dhe sidomos kundër akteve të tilla terroriste që synojnë të ngjallin panik te qytetarët dhe njëkohësisht garanton se do të zbulojë autorët dhe do i çojë ata para drejtësisë. Policia siguron qytetarët se është në kontroll të plotë të situatës dhe këtë e tregojnë statistikat e vitit kaluar, por edhe ato të fillimit të këtij viti, të cilat kanë qenë të parakrahasueshme me një vit më parë. Policia e shtetit kërkon bashkëpunimin dhe ndihmën e qytetarëve për të kontribuar së bashku në zbulimin e autorëve të veprave kriminale dhe krijimin e një mjedisi sa më të sigurt për të gjithë. Ju falenderoj. Për dy ngjarjet të cilat janë njëra tek farmacia e zotit Bashkim Tahiri dhe tjetra tek stacioni i autobusit të Unazës, nga konkluzionet e hetimeve të kryer deri tash rezulton se kemi elemente të përbashkët që na bëjnë të gjykojmë apo të nxjerrim konkluzionin se mund të kenë lidhje dhe mund të ketë qenë i njëjti person. Në asnjë vend të botës nuk ka një parandalim 100% të ngjarjeve. Patjetër që një kontroll më i mirë apo një organizatë policore me standarde më të larta do të sigurojë një nivel më të mirë sigurie dhe për këtë neve kemi më tepër se një vit që po përpiqemi.
Nuk mund të komentoj çfarë ka thënë ministri, unë mund të them që neve që në orët e fillimit të ditës, rreth orës 10 patëm një takim, madje erdhën në drejtorinë e përgjithshme, drejtori i Shishit dhe specialist drejtorisë së terrorit, për të ofruar bashkëpunim dhe për të shkëmbyer informacionin që zotrojmë të dy institucionet dhe gjithashtu gjatë kësaj kohe, gjatë këtyre orëve mas të takimi, kemi shkëmbyer informacion të ndërsjellë. Nuk për ngjarjen e fjalë nuk kemi pasur një informacion për persona që nxisin urrëtitjen dhe armatosin, çfarë keni parasysh, shoqata, organizata apo forca politike që po e njoni zotin? Unë stash persona që nxisin urrëtitjen dhe armatosin. Po i kemi orientuar hetimet dhe kush i armatos dorën e tyre. Dhe e kemi përfshin edhe forca politike këtu në mes? Ne në këtë hetim dhe në këtë pistë përfshim ata persona që për shkak të veprimtarisë tyre kriminale, për shkak të lidhjes tyre me krimin, mund të jenë të interesuar që të krijojnë një situatë destabiliteti. Për pistën e parë për ngjarjen e parë të Kongresit Manastirit, ju thotë që ishte me kronometër. Cila është e vërteta? Është me celular në ngjarjen tek farmacia e zotit bashkëntari apo është me? Unë s'kam thënë ndonjëherë me kronometër, unë thash këtë që thash. Ka persona të lejuar për ngjarjen? Neve jemi duke hetuar dhe mund të them që jemi në pista të mira e hetimit. Faleminderit. Një grup hetimi i përbërë nga shumë persona, nga shumë zyra literori, zyra e krimeve të rënda, me prokurën e krimeve të rënda, pra janë shumë të përfshirë. Faleminderit juve.